Për këtë periudhë, vitin 2025, janë kryer 3 aktivitete në komunën, në regionin e Prizrenit, duke përfshirë një eskomim në Krushën e Vogël, një në Malishev, fshatin Bubël dhe një në Rahovec. Me qenë se jemi në universitetin që mban emrin Ukshin Hoti, është mirë që edhe këtu të japim disa dhëna për aktivitetet që kemi zhvilluar. Informacione kemi pas me 10, çdo informacion që ka ardhur është përpunuar nga një njësi e posaçme. Kemi pasur 7 urdhra për zhvarrosje dhe skumim të lëshuara nga gjykata Departamenti Special i Gjykatës në Prishtinë. Me këtë rast janë kryer 4 eskumime ose gërmime në fshatin Lubeniç, vetëm sa i përket rastit të Ukshin Hotit, dhe 3 eskumime janë kryer në fshatin Dubrav, ose se njihet burgu i Dubravës, sa i përket rastit të Ukshin Hotit. Informacionet janë të shumta që janë verifikuar në drejtim. Kemi pranuar informacionet që në morgun e Institutit Mjekësisë Ligjore mund të ketë mbetje shtrore që mund t'i takojnë të zhdukurit Ukshin Hoti. Prandaj është kërku marrja mostrave të ADN-s. Si rezultat i këtij aktiviteti kemi marrë 95 mostra të gjakut me qëllim të krahasimit të trupave, të mostrave me gjetjet që ende gjendeshin në Institutin e Mjekësisë Ligjore. Si rezultat i kësaj ne kemi identifikuar 5 trupa të personave të tjerë, por jo të Ukshin Hotit. Megjithatë, aktiviteti është duke vazhduar.